do ndalemi pak tek menopauza, nuk është një çështje në fakt që flitet shumë shpesh për shkak të këtyre ndryshimeve hormonale të cilat ndodhin tek gratë në një fazë caktuar të jetës së tyre. Po çfarë ndryshimesh sjell në raport me fizikën, por edhe në raport me pjesën mendore, pra me shëndetin mendor të një vajze, të një zonje. Do ta diskutoj pak në fakt me Xhensila Omerin, mjekën obstetër ginekologe. Mirë se vjen, doktoresha, kënaqësi që të kam në lidhje. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Faleminderit edhe ju. Të të pyes pak për menopauzën. Në radhë të parë njerë pse flitet kaq rrallë? Shumë e vërtet, unë ju përgëzoj për gjetjen si temë për të folur dhe në studio për menopauzën, sepse 1/3 e jetës së gruas do kaloj në menopauzë. Dhe është një fazë shumë e rëndësishme për gruan, rrjedhimisht kur flasim për gruan edhe për shëndetin e saj dhe mënyrën se si reflekton këtë gjë në shoqëri. E kuptoj. E ka ndonjë arsye konkrete pse nuk flitet shumë shpesh për menopauzën? Ndoshta nga bisedat që ti ke me pacientët. Është menduar gjithmonë që menopauza është një proces shumë fiziologjik që çdo grua do e kalojë dhe ajo do bëjë ato pjesën e vet në organizmin e gruas dhe nuk është dhënë rëndësi as nga vetë struktura shëndetësore, por edhe as nga vetë pacientja. Sepse studimet e fundit dhe lëvizja e fundit që është bërë në këto, le të themi, 50 vitet e fundit, kanë nxjerrë ndryshime shumë thelbësore që i ndodhin gruas në menopauzë, në shëndetin e saj, në organizmin e saj. Nëse dikur ne nuk i dinim dhe të gjitha i vieshin një emër, se s'ka gjë se do të lënë ato, se s'ka gjë se do kalosh në menopauzë, sot nuk po e kalojmë kaq lehtë si është një proces fiziologjik, por po e dëgjojmë me shumë vëmendje gruan, shqetësimet që ajo ka, dhe është parë që menopauza nuk vjen njësoj si çdo grua. Tek disa gra, menopauza me të vërtet mund të ndryshojë cilësinë e jetës, por efektet apo problemet që mund të ketë. Ja, me që jemi këtu, dua të pyes pak, cili është stereotipi i gabuar për menopauzën që ti ndjen më së shumti te gratë? Që hëse do kaloj dhe hëse do bëj tjetër dhe s'ka gjë le të vuajmë kështu në heshtje, dhe s'kemi çfarë bëjmë. Pra një vuajtje në heshtje që nuk ka zgjidhje. Po, kjo është ideja. Në fakt në të vërtet me që jemi këtu, çfarë ndryshime sjell menopauza dhe cila është mosha kur zakonisht fillon menopauza? Dhe na e sqaro pak thjesht, çfarë është menopauza? Ta kuptojnë edhe burrat që na ndjekin. Po. Atëherë që një grua të futet në menopauzë, fillimisht duhet që të ketë një vit pa cikël menstrual. Pra, në momentin që ne kemi një vit që nuk ka më cikël, gruaja nuk ka më cikël, atëherë është futur në menopauzë. Ovacioni? Por kjo nuk do të, ne nuk futemi në menopauzë, po, mbarojnë vezët, por mbaron, do thosha, ndalon së funksionuari vezorja. Se vezorja nuk ka një funksion të përjetshëm te gruaja dhe momenti kur ky funksion fillon të ulet, kjo periudhë njihet si perimenopauza dhe momenti që fillon e ndalon, futemi në menopauzë. Perimenopauza është një term edhe më i ri i këtyre 2-3 viteve të fundit, sepse më përpara mendoj që është thjesht një periudhë e vogël derisa ne futeshim në menopauzë, ndërkohë që sot studimet thonë që perimenopauza është një periudhë që zgjat shumë, që mund zgjasë deri në 10 vite, me gjithë ato kaosin e vet hormonal dhe me shumë shqetësime që mund t'i japi gruas, derisa më në fund vezorja ndalon së funksionuari dhe gruaja futet në menopauzë. Me mosha mesatare, le të themi tek mosha 51, 55 vjeç, kjo është këtu varion, por flasim për një menopauzë normale. Se ka raste ku kemi dhe menopauzë shumë të hershme përpara moshës 45 vjeçare. Po pse trupi atë reagon kështu në momentin kur ka ciklin e vet? Pra si çdo fillim ka edhe një cikël mbarimi. Pse është ky reagim dhe çfarë ndodh? Ka një çorientim në trup? Po. Patjetër që ka një çorientim, se çfarë ndodh kur në trupin tënd je mësuar me një përqëndrim të caktuar hormonesh dhe kur përqëndrimi këto hormone fillojnë edhe paksohen dhe derisa zhduken fare nga trupi jot. Dhe normalisht që kanë shumë impakt, nuk është pak impakt, është shumë impakt, duke filluar që nga sistemi nervor dhe nga truri si një ndër ato organet që shpeshherë ka qenë neglizhuar tek gruaja në menopauzë dhe pastaj te trakti genital riprodhues, pastaj tek efektet afatgjata që prekin sistemin kardiovaskular, sistemin metabolik, kockat, e shumë efekte të tjera në organizmin e gruas. Pra ka shumë dëmtime sjell vërtet menopauza? Urdhro, edhe një herë të lutem. Ka shumë dëmtime sjell vërtet menopauza? Po, menopauza sjell shumë dëmtime, është e vërteta.
Edhe pse është një proces fiziologjik, edhe pse ne e dim që do e kalojmë të gjitha, por mungesa e këtyre hormoneve, që dy hormone janë kryesorë, estrogeni, progesteroni dhe testosteroni, si hormoni i tretë që prodhohet nga vezorja, mungesa e tyre e bën organizmin tonë të vuaj. Nuk e rinon, e plak. E kuptoj. Pra fillon dhe e plak më shumë. Çfarë, a ka kur për menopauzën? Ka trajtim, ka protokoll? Patjetër që ka protokoll, FDA-ja nuk ka shumë muaj që dhe ka ndryshuar mënyrën dhe përqasjen dhe terapinë hormonale, pra se si duhet të trajtohet menopauza, sepse nëse shumë vitën përpara ka qenë menduar që terapia hormonale zëvendësuese, pra hajtë i japim gruas hormonet që i mungojnë. Më përpara studimet e kanë pas lidhur që kanë goxha riskje dhe probleme, ndërtohet më shpesh i risku për kancer të gjirit dhe risku për tromboz, por, daloj këtu, studimet më të fundit nxorën që jo, nga terapia hormonale zëvendësuese nuk ka qenë kjo përqindje risku është shumë i vogël, por efektet pozitive që merr gruaja në perimenopauzë dhe në menopauzë duke i marrë këto hormone, përmirëson shumë dukshëm cilësinë e jetës së këtyre grave. Kështu që sot gruaja në menopauzë dhe përqasja e trajtimit patjetër që është e individualizuar, jo çdo grua është kandidate për të marrë terapi hormonale, në varësi të moshës, probleme shoqërore që ka, shqetësimeve që ajo ka, por që nëse me të vërtetë ajo nuk ndihet më siç është ndjerë më përpara dhe ka shqetësime që pengojnë cilësinë e jetës, duhet të drejtohet mjeku ginekolog dhe duhet të informohet për mjekimin që në këtë rast janë pikërisht hormonet që na mungojnë. Kur duhet ta kuptoj një grua që është në perimenopauzë ose është në menopauzë? Si e kupton? E kupton ajo direkt? Mendoj, jo, nuk e kuptojnë të gjitha gratë, sidomos perimenopauzën. Zakonisht e kuptojnë ato gratë që janë njohëse të mira të shëndetit dhe të trupit dhe të sinjaleve që u jep organizmi. Sa më shumë informacion të kesh, aq më shumë e kupton që diçka me trupin tënd nuk është më njësoj, ndërsa gratë të cilat janë të painformuara dhe që nuk i kushtojnë rëndësi sinjaleve që jep trupi, ndonjëherë as nuk e kuptojnë fare që janë duke kaluar perimenopauzë apo se po hyjnë në menopauzë. Sepse ne kemi paciente edhe të reja ndonjëherë që mund të rinë me një cikël menstrual që nuk i ka ardhur as 6 muaj dhe thonë mos se s'ka gjë një periudhë stresi, por në fakt aty fshihen probleme madhore hormonale. Ashtu është edhe perimenopauza dhe menopauza që nëse nuk e kushtohet rëndësi, ajo mund të japi ato efektet e veta pa e kuptuar që pajin për mënyrën se si ti ndihesh është i hormoneve, por duke e lënë faktorëve të tjerë stresues apo faktorëve të tjerë që mendon që mund të jenë fajtor në këtë rast. A shkakton shpesh kjo një çrregullim të temperaturës trupore, se kam ndjerë shumë shpesh kur ti do thuash sa gra pas ke takuar në menopauzë. E ke dëgjuar? Po jo, e kam dëgjuar shumë shpesh këtë pjesën që komentohet kam vap, kam siklete, kam ftohtë, domethënë ka një ndryshim të temperaturës, po djersitem. Në vetvete nuk është tamam një luhatje temperaturë që ti e matë me termometër, që të ka shkuar 38 apo 39, njëse si kur ti e duhe kaluar një infekcion apo një virus. Afshet apo djersitja janë reflektues të sistemit nervor, mënyrën se si e përjeton termoregullimi dhe këto janë receptorë në trup. Është një shok. Po. Një farë forme, por që me të vërtet është një ndër ato simptomat më të shpeshta që e kalon thuajse çdo grua. Pra simptomat e djersitjes momentale, gjatë ditës, duke punuar apo duke qenë në terezin tënde, por veçanërisht nëse të prekin edhe natën duke penguar kështu cilësinë e gjumit dhe gruaja futet në një rreth vicioz. As nuk fle, po dhe as gjatë ditës nuk ndihet mirë. Pra supozoj, mendoj vetëm tënde kur je ndonjëherë pa qef në një kuadër viroze dhe ke simptoma të tilla, mendoj që të kesh në një ritëm të tillë për muaj dhe për vite. Sepse perimenopauza studimet thonë që mund të zgjasë deri në 10 vjet. Pra gjithë këto fluktuacionet, luhatjet hormonale derisa më në fund trupi adaptohet, përshtatet me mungesën e këtyre hormoneve, pra pasi ne jeni futur në menopauzë, pra që dhe kjo periudhë fillon të qetësohet dhe kalon, por periudha e perimenopauzike dhe fillimi i menopauzës me vërtet që jep shumë shqetësime
në mënyrë se si ne ndihemi dhe një ndër simptomat kryesorë është ajo që thatë ju, pra afshet dhe djersitja. Doktoresha, çfarë ndodh në raportin seksual në çift, nëse gruaja është në këtë fazën e menopauzës? Atëherë, patjetër që estrogeni dhe progesteroni, mungesa e tyre do ndihen shumë në traktin genital të gruas dhe ajo jep ato efektet e tharjes së mukozave dhe të mukozës së vulës dhe të vaginës, që e bën marrëdhënien seksuale të dhimbshme. Dhe mund të jetë edhe një arsye që pacientët për shkak të dhimbjes që kanë gjatë marrëdhënies, është një arsye që i drejtohen mjekut ginekolog sepse nuk e kuptojnë dot pse tani duhet të kenë dhimbje. E para, e dyta, duke thënë që ne receptorët e estrogenit i kemi edhe në trup, edhe në momentin që preket si organet e tjera, preket edhe truri gjithashtu, do shprehet me një rënje të libidos, dëshirës për marrëdhënie seksuale. Shprehet me një ndryshime në humor, me një labilitet emocional. Dhe të gjitha këto e prekin cilësinë e jetës së gruas dhe rrjedhimisht marrëdhënien seksuale rrjedhimisht në marrëdhënien në çift të një gruaje në peri. Pra nuk ka lidhje flas me libidon. Kjo nuk ka lidhje me dëshirën. Këtu vetëm ka lidhje me cilësinë. Janë të bashkëpunuara shpesh, bie ka rënje të libidos dhe ka dhimbje gjatë marrëdhënies, gjë që të dyja së bashku e pengojnë marrëdhënien seksuale te gruaja në këtë periudhë. E kuptoj. Janë të dyja. Okej, dakor. Të të bëj dhe një pyetje, kur është mosha më e herët e menopauzës që ke takuar tek një paciente? Sa herët ka filluar? Pacientja moshë më të vogël ka qenë 29 vjeç dhe sot kemi qenë duke diskutuar për një paciente tjetër që është 31 vjeçare. 29 vjeç dhe 31 vjeç me menopauzë? Po, 31 vjeç e diagnostikuar me menopauzë. Wow. Është një menopauzë shumë e hershme, ku flasim për moshat nën 40 vjeç. Në këto raste janë të rralla, që është vërteta, nuk dua të krijoj panik tek asnjë nga vajzat apo gratë që po na ndjekin. Shpeshherë mund të shtrihen probleme gjenetike, pra anomali kromozomike dhe ka nevojë për të shkuar pak për të kuptuar se pse jemi në një menopauzë të tillë. Wow. Por që mund të ndodhi. Interesante. Falenderoj shumë, doktoresha. Të mirëpres. Ishte kënaqësi. Ta zgjerojmë bisedën edhe të flasim edhe për tema tjera edhe pse jo ta bëjmë edhe me interaktivitet, ndoshta mund të kemi edhe dikë që është duke kaluar këtë fazë, se ndonjëherë nga eksperiencat personale shpjegohet më mirë edhe një situatë të tillë delikate. Shumë e vërtet dhe ka shumë nevojë që gratë të ndërgjegjësohen për shqetësimet dhe të shkojnë te ginekologu dhe të gjejnë zgjidhje për shqetësimet që kanë. Të mos vuajnë në hetje. Mirë, faleminderit shumë. Do të ndalem pas pak tek një temë tjetër nga temat e shëndetit, do të shkoj tek sporti, sepse do të kem Ibrahim Hidrin, sportist në taekwondo, i cili ka marrë rezultate në fakt të larta në këtë kampionat ballkanik i cili ka ndodhur në Serbi, ku kemi marrë 18 medalje, 3 prej tyre kampion ballkani. Kjo është shumë e rëndësishme. Pas pak do të kem edhe të, po edhe sekretarin e Federatës së Taekwondos për të treguar pak për këtë eksperiencë.